Ju Kosovën e keni shti prej 15 prillit në shkelje permanente kushtetuese. A përshini tash ku ju çon shkelja një shkelje kushtetuese. Çon në prodhim shkeljeve të vazhdueshme. Zoti Matoshi, gjojën e rregullon, gjojën kushtetut. Në fund të fundit, le të balancojmë pasoja, le të balancojmë pasoja. Domethënë nuk mund të sillmi kaq diferencë. Mu më intereson vetë gjanja kushtetuese në vend, mu pasojat e juve shumë interesojnë hiç. Gjithmonë do ta kemi parasysh. Jemi në ndërthon, jemi në fund të vitit. Kemi spari. Po ju e keni prodhu këtë gjanje zotni. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë zoti Matoshi. Kush e ka prodhu? Kjo është një debat tjetër, domethënë, është po shumica parlamentare do duhet mu me këtë punë, jo unë. I planifikuar si strategji veprimi i opozitës për ta penguar qeverinë Kurti gjatë këtij viti. Nuk shitet kjo mo, u ky kjo punë zotni. Po kjo është tashmë është temë e kaluar, por në rastin konkret, për çështjen konkrete. Domethënë, është buxhetin ku nacional demokraci nuk i ka fojë të opozita. Kjo ka partijake zoti Matoshi. Është çështje e interesit publik dhe interesit qytetar. Është një sjellje e përgjithshme. Megjithëse jemi në betejë politike, jemi kundërshtar politik, nuk jemi armiq, domethënë, edhe mbi të gjitha këto tre vendime nuk i shërben elektoralisht asnjë sport. Thjesht eliminojmë një rrezik për vitin e ardhshëm dhe adresojmë dy çështje të cilat kanë qenë pezull në pritje të këtij viti. Pogat e zoti Mustemaj, e dim pogat, i di këtë vështirësi. Gjonë një nen të kushtetutës, ose të rregullorës kuvendit, që po tapin ndihmë edhe krenojnë. Gjonë një nen që ja u lejon kuvendit me propozu buxhetin. Nëse do të kishte vullnet politik, padyshim do të ishte e mundur, se në fund të fundit interesi publik prevalon. U vërtetu domethënë nga opozita se siç bllokuan kuvendin për 8 muaj, siç bllokuan zgjedhjen e qeverisë me 26 shtator, tashmë duan ta bllokojnë edhe aspektin financiar të shtetit Kosovës domethënë. Edhe pak, Rustemaj, edhe pak se e kam një kërkesë të fundit nga Ridi, sepse do bëj gati lidhjen tjetër. Në kufizimet e qeverisë ndërheqje, është e vërtet që përjashtimisht thuhet paragrafit 1.2 të rasti marrëveshjeve ndërkombëtare, që qeveria në ndërheqje është e hendikepuar, bëjnisma. Thot, qeveria ndërheqje ka drejt ti propozoj kuvendit miratimin e buxhetit të Republikës së Kosovës. Po s'është kjo qeveri ndërheqje, kjo është qeveri ndëtyr. Kur s'kena pas na qeveri ndëtyr? Jemi të folë, ju do pas kuvendit. Qëre, çfarë ligje, jo, çështja është, a di pse po e citoj këto? O shala, po citoj me tregu konfliktin. E një ligji me ligjin tjetër, që ka lezion. Nimi 79 i kushtetutës. Nisma legislative, nismë për të propozuar ligje, mund ta marrë presidenti i Republikës së Kosovës nga fushbërmetaria edhe vetë deputetët. Qeveria, deputetët të kuvendit dhe mëse poko 10.000 ose 10.000 në shkrime, po. Edhe qytetarët munën. Po ligji buxhetor është ligj special. Adam Leni ta përmbledhi, shiko, kuvendi është i konstituar. Është legjitim për të krijuar trupat e saja siç janë komisionet. Madje mos ta thotë që në ditën e konstituimit. Jo pas gjë qeveri, zoti Mustemaj. Jo pas gjë qeveri nuk mundet me shkututje. M'falni. Zoti Matoshi. Unë e kuptoj që rendi gjërave është të zgjedhën në radhë parë qeveria pas konstituimit. Do më unë po doni me shkelje, tash u ky. Sepse komisionet e kanë rolin e mbikëqyrjes së punës së ekzekutivit, e kuptoj këtë gjë. Por ama janë trupat të kuvendit dhe nuk shkruan askund, as në kushtetut, as në rregullore. Nuk është procesi as i parashikuar e as i kufizuar se kur duhet të themelojnë komisionet. Ç'është do ta bëni komplementar me ligjin këtë? Nuk ka si kufizim, por më lejo ta përfundoj. Nuk ka si kufizim. Kuvendi është